Ndaj autori flet për një përgatitje parahyrëse në adhurimet e haxhit, si një garancë për të përgatitur veten, shpirtin dhe mendjen për një pritim dhe përfitim sa më maksimal nga adhurimet e haxhit. Andaj thot, yanbaghi liman arada al-hajj an yabda bit-tawbah. Ai që e ka bu niyet me bu haxh, duhet fillimisht me u pendu tek Allahu i mënduar. Shiko, filloj me tauben, hala pa shku atje. Do në këtë njerëzit kanë përshtypjen, ose shumica, e kemi përshtypjen domosdoshmë se nën hashkujna më në falë më katët, apo? Atje më pasru. E pse këtu? Me fillu me tauben. Domosdoshmë të ndërnozë për të na treguar se ka duhet me shku rrjedha e haxhit ton. Pe këtu apo? Nëse hapi i parë i udhëtimit në haxh është pendimi, kjo me kuptu se ç'kjo ka me qenë, domethënë, detyra kryesore gjatë të udhëtimit tonë haxh. Ne këtu fillojmë. Dhe çdo lëvizje në drejtim të haxhit duhet të jetë në shërbim të pendimit. Qëllimi i haxhit është mu të falë gjunat. Ç'ka është qëllimi? Prandaj krejt shpërblimet për haxhin kanë atë në lidhje me çka? Më fal mëkatet. Ke yawmin waladatu ummu, si atë që ka lind nona. Apo kush bën haxh edhe nuk flet fjalë dyta, nuk bën vepra të këqija, kthehet se kur ka lind nona apo. Pastaj shpërblimet që ndrihen kryesisht me falën e mëkateve dhe xhenetin. Në Arafat çka ndodh? Allahu xhel kur krenohet para me lajkë me robët e tij, çka thot apo? Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Jeni dëshmitar se ju kam fal. Nuk është për shkak se i kam bëu banor xhenet ose kam i furnizuar, këto janë ansora. Ama esenca është qad ghafartu lahum, ju kam fal. Don pika elementare kryesore e udhëtimit drejt atij vani është Allah të pastrosh. Çka është më rëndësishme? Të pastrosh. E kur kjo është fokusi kryesor, njeriu tash çdo njollosje përgjatë rrugës e ka shumë ndihshme. Kur besimtari që nga nisma e tij e ka parasysh se është udhëtim i pendimit, ai tash veç hyn në botën e një lloj vetlllogaritje. Çka kum bë punët e mia, çka do të më hiqë në çka. Kjo është tash ai orbita ku ai sillet apo. Vetvetja e tij, e kaluara e tij, lëshimet e tij, këto është ai fokusi i tij apo që mendzi pret dhe sa më tepër shtohet rritja apo rritet dosja e tij në kuptim të veprimeve të këqija, shtohet për mallimi për me shku për me e shlyj dosjen apo pse ti e rrit mendimet e tua, domthon shëmtueshmërinë e mëkatimit. Ndërsa mendi kitë procesi i pastrimit. Sa më tepër rritet doza e shëmtueshmërisë së mëkatimit, shtohet për mallim për me shku te vendi i pastrimit apo. Ka mundësi për shembull që një ibadet fatkeqësisht në vend që të jetë gomë e pastrimit apo të jetë rresht në fletorin e mëkatimit. Nëse me kun gomë e pastrimit bëhet çka rresht në fletorin e mëkatimit. Haxhi vend se me kon pastrim mund të bëhet fatkeqësisht mëkatim. Qysh? Mund të ketë syfatsi, mund të ketë ria, apo mund të ketë zullum, mund të ketë shkuarje me haram, a ka mundësi? Këto të mundshme.